shkëmbyr shumë për qafime dhe momente afeksohen me mirën këtu. Dhe ka ndodhur sepse unë me mirën njemi jashtë dhe kemi ndarë shumë koncerte bashkë dhe kemi shumë isi me njëri tjetrin. Po. Dhe në realisht dhe më thënë... A ka bona herë që gjest? A i realisht, jo. A i shkon too much për ty? Jo. Një gjest si ky... Po, a i shkon too much? A i shkon too much, po jo. Po hiqe mirin dhe në vend të mirët vër Stinën. Nëse Stina do më kishte bërë, që me Stinën nuk kam aq konfidencë dhe më aq miqësi. Nuk e njeh shumë aty apo? Ora, mora Stinën si shembull, siç mund të jetë mirë për Selinën. Okej. Stina i shkon too much. Po. E Mirja, a u njeftën me Selinën çfarë shumë? Asnjëri nuk do e bënte një gest si ky. Po kam përshtypjen aty për aty ka qenë bisedat e tilla që nuk ka qenë duke provokuar vërdall. Nuk e kam idenë, nuk kam qenë aty. Nuk kam dëgjuar çka kanë qenë duke bërë. No, it's too much for you. Është shumë për ty. Me ta voçash të dikush. Nuk është e tmerrshme, po ishe rujt mos po ka qenë ndërvetohet. Isha rujt sepse nuk e kam konfidencë që dikush të më preki, se nuk kaq. Të më preki. No, se lejon. No. Po me mirin nuk thash, nëse do ishte Stina nuk e kisha leju. Me mirin kam tërë raport lidhje me afeksionin që shprehim ndaj njëri tjetrit. Okej. Për qafim, një puthje dore, një puthje balli. Tjetër gjë. Çfarë? Veç çajo preke domosdoshmë it's too much. Është shumë. Sometimes po. Cilën kategori hen çajo preke?